Rabea Shahini, bashkëshortja e Mirit, e surprizoi atë gjatë emisionit Se luan topi, ku komentoi edhe raportin e tij me Selin Bollatin në Big Brother VIP 5. Ajo theksoi se mes tyre nuk ka pasur ndjenja dhe për këtë arsye nuk ka përjetuar xhelozi, pavarësisht aludimeve që kanë qarkulluar gjatë kohës së tyre në spektakël. Rabea u shpreh se gjithmonë ka pasur besim të plot tek partneri i saj dhe se një marrëdhënie e fortë nuk lë vend për dyshime apo xhelozi të pabazuara. Ajo gjithashtu u bëri thirrje njerëzve që të mos gjykojnë pa qenë në të njëjtën situatë dhe të mendojnë para se të flasin. Nga ana tjetër, Miri tregoi arsyeën pse nuk e ka marrë ende pasaportën gjermane, edhe pse është i martuar prej vitesh me një shtetase gjermane. Ai shpjegoi se më parë nuk ka dashur të heqë dorë nga shtetësia shqiptare, pasi e vlerëson shumë atë. Sipas tij, tashmë ekziston mundësia për të mbajtur të dyja shtetësitë, prandaj ka vendosur të aplikojë së fundmi.